Atëherë, për sa i përket procesit plumbit të art, Gilmando Dani, por edhe Emiliano Shollazi kanë asnjë lidhje të dy me këtë proces, sepse jo vetëm që s'kan marrë pjesë në atentatet që bëhen te Nureddin Dumani, por nuk e se kanë ndonjë lidhje me qoftë me procesin hetimor, qoftë me procesin gjyqësor, nuk përmenden tërthorazi. Të rrim pak tek video që u përmenda, sepse aty është një zonë që është monitoruar nga kamerat edhe të aeroportit, por është një zonë që është monitoruar edhe nga kamerat e bizneseve, të disa hoteleve aty afër. Dhe më konkretisht hoteleve afër që ndodhen dhe bizneseve që ndodhen pikërisht në vendin e ngjarjes. Po të shohësh pjesën e videos që shpjegojnë edhe ekspertë e policisë që janë marrë, aty fillimisht është qelluar njëri nga makina dhe më pas kanë zbritur 3 persona, ku njëri ka pasur me intensitet më të lartë të shtënësh. 3 persona. Dhe nuk ka as edhe një reagim, 3 persona kanë zbritur nga makina, por fillimisht sipas tyre, se pavarësisht se thonë kemi pa video, videoja ende akoma s'ka dalë, sepse videon e kanë akoma ekspertë të policisë dhe që